أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falendrojmë Allahun Azza wa Jalla, te falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju porosisim me atë çka Allahu Azza wa Jalla i porositi të parat nga ne dhe të fundit si ummet me takvallëk, me devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla tha në Kur'anin e Kerim: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ju porosisim, i kena porosit, më të vërtetë i kena porosit ata cilët ishin para jush, edhe juve me takvallëk ndaj Allahut Azza wa Jalla. Të nderuar vëllezër, ja pra shkoi Ramazani, një muaj plot adhurime, muaj i Kur'anit Kerimit, muaj pra i namazit të natës, muaj i lotëve të besimtarëve. Ishte sikur të ishte vetëm një çast dhe kaloi. Mirë po a thu vallë, pyetja jon dhe preokupimi besimtarit është gjithherë, a thu vallë Allahu Azza wa Jall, a na i pranoj ato vepra apo nuk na i pranoj? Edhe pse ne e dim se nuk është gjithçka e garantuar që ishte në këtë dunjan 100% se Allahu Azza wa Jall do të na i pranon veprat që ta dim pra. Por ajo e cila është dhe intereson besimtarit është preokupimi i tij dhe jo vetpëlqimi i tij. Innal mu'min la yaghtar bi'amalihi bal yakhafu an la yuqbala min. Besimtari është ai i cili thot nuk mashtrohet me vetveten se unë bëra këtë dhe bëra atë, po pasi që e ban thot a thu vallë Allahu Azza wa Jall ama pranoj apo jo. Allahu Azza wa Jall po të njëjtën gjendje Allahu e përshkruajti në Kur'anin e Kerim kur tha: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Ata të cilët bën vepra nga veprat e adhurimeve të Allahut Azza wa Jall, ndërsa zemrat e tyre ishin të friksuara dhe të preokupuara. Tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha: "Ya Rasulullah, a thu vallë këto cilët po friksohen janë ata të cilët kanë bërë vepra të këqija?" Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tha: "La ya bint Siddiq walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala min." Thot jo oj bia e Siddiqut, yani bia e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anha, thot këto janë ata të cilët kanë agjeruar dhe kanë bërë vepra të mira dhe kanë bën sadak dhe lemosh, por pasi që kanë bërë ata friksohen, a thu vallë Allahu Azza wa Jall apo na i pranon apo nuk na i pranon. Ma hiya alamat qabulil amal. Neve të nderuar vëllezër, pasi që nuk jemi të sigurt dhe të dishëm 100%, ne duhet që ta dim pavarësisht shenjat e pranimit të veprave. El istimraru ala ta'a ba'da Ramadan. Prej shenjave është që besimtarit vazhdon me vepra të mira dhe në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall pas Ramazanit. Min a'zami alamati al-qabul alla yanqati al-'abdu ba'da Ramadan. Prej shenjave më të mëdha është që besimtarit vazhdon pra si besimtar i mirë ndaj Allahut Azza wa Jall edhe pas Ramazanit. A thu vallë, a vazhdo e pyete veten edhe i tha: "A o nefsi im, apo vazhdon pra në shtëpinë e Allahut Azza wa Jall duke i fal namazet me xhamat edhe pas Ramazanit?" A thu vallë, apo e vazhdon leximin e Kur'anit Kerimit edhe pas Ramazanit? A thu vallë, gjuha jote apo e përmend Allahun Azza wa Jall edhe pas Ramazanit ashtu siç ishte në Ramazan? A thu vallë, gjymtyrët e tua a i ruajnë nga harami siç i ruajnë në Ramazan edhe pas Ramazanit?
Këto janë pyetje të nderuar vëllezër, çka duhet çdo njeri nga ne nefsin e tyre ta pyet. Qale ba'du selef, për shkak se kanë thonë disa nga selefët, thawabul hasana al hasanatu ba'daha, shpërblimi i të mirës është që më njëherë ta pasosh një të mirë pastaj. Pra, ku ta ban besimtari një të mirë, ja mundson kjo e mirë që ta ban një të mirë pastaj. E dyta të nderuar vëllezër, lejinil qalb wal khushu', butësia e zemrës dhe frikë respekti ndaj Allahut azza wa jall, an yaruqa al qalb, pra besimtari pas Ramazanit ka me gjetë një zemër më të butë, an tata'athar bil Quran, pra ka me lënë gjurmë leximi Kurani Kerimit në zemrën e tij, an tabki min khashyatillah, ai prap se prap vazhdon që ti loton sit për Allahun azza wa jall, fal qalbu idha saluha al jasadu kullu, për shkak se zemra nëse arrihet të rregullohet, ka të rregullohet gjithçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam e tha të tillën kur tha ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa ala wa hiya al qalb, tha në trupin e çdo njerit nga ju është një copë mishi, nëse ajo rregullohet, pra rregullohet i tërë. El khawf min adami al qabul, besimtari është ai i cili friksohet të thu vallë se ndoshta Allahu azza wa jall nuk do të na pranon. El mu'minu sadiq la yaqul ana sumtu wa qumtu idhan ana bi khair, besimtari i mirë është ai i cili nuk thot unë kam agjeru, unë jam fal, unë kam dhënë tash sadaka edhe mu nuk më intereson tjetra, por thot hel qubila minni, a thu vallë pasi që bëra, a thu valla e pranoj Allahu subhanahu wa ta'ala apo nuk e pranoj. Thot Ali radiallahu ta'ala anhu, kunu li qabuli l'amali ashadda ihtimaman minkum bil amali nafsi, thot bahuni thot të kujdesshëm në pranimin e veprës më shumë se sa në bërjen e tyre, për shkak se të bërit e veprave është ndoshta më e lehtë se sa ruajtja e tyre dhe të bërit për Allahun subhanahu wa ta'ala. Tjetra të nderuar vëllezër, hubbu ta'a wa karahiyatul ma'siyah, pra tje prej shenjave është se ti i don adhurimet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe i urren zemra jote tek këqijat. An tuhibba as-salat, që ta dosh namazin, an tashtaq lil Quran, për mallosh për fjalën e Allahut xhalla fi ula, an tanfir min al maasi, dhe të largohesh nga mëkatimi. Hadha dalilun an al iman istaqarra fi al qalb, dhe kjo është argument se më të vërtet imani ka zënë vend në zemrën tënde. Tjetra el iktharu min ad du'a bil qabul, pra dhe kjo është shumë me rëndësi për besimtari, pra mundohet që të bën dua vazhdimisht në çdo moment, në çdo kohë, pra që Allahu azza wa jall t'ja pranon. Kana salafu yad'un Allah 6 ashhur ba'da Ramadan, pra të parët tanë nga muslimanët e lutsin Allahun azza wa jall deri në 6 muaj pas Ramazanit dhe thoshin Allahumma taqabbal minna Ramadan, o Allah na i pranon nga ne muajin e Ramazanit. Faman wafaqahu Allahu lid-du'a faqad futiha lahu babu khairin, ai cili pra Allah ja ka mundsuar të bëjë dua të tilla, ai më të vërtet gjendet me një khair të madh. E treta të nderuar vëllezër, halun nas ba'da Ramadan, njerëzit pas muajit të Ramazanit janë dy tabore, ata të cilët qaumun rabihu wastamarru, ata të cilët pra përfituan nga Ramazani dhe vazhduan pas Ramazanit të tillë. Haulai arafu rabb Ramadan fa'abaduhu ba'da Ramadan, këto janë ata të cilët e njoftën Allahun Zotin e Ramazanit dhe vazhduan pra adhurimin për shkak se ata pra adhurojnë Allahun xhalla fi ula. Dhe të dytët janë qaumun khasiru wa nqati'u abadu Ramadan falamma intahat al-ibada, thot ata të cilët thot nuk e shfrytzuan shumë pak Ramazanin, ndërsa mas Ramazanit heqën dorë dhe nga ajo e pakta. Këto janë ata të cilët ndoshta kanë humbur për shkak se kanë adhuruar muajin dhe jo Allahun subhanahu wa ta'ala. Kanë thonë disa nga selefët, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, po sa popull jo i mirë është ai i cili e njohin Allahun azza wa jall vetëm në Ramazan. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تندرور لزر أفوندد إن شاء الله كيف نحافظ على القبول سي أثوفال تاروايم برا شاء الله عز وجل نيبرانون داوم على القليل من العمل برا وبرو باك nga veprat. Nga jo
çka ke bon në Ramazan, pra edhe nëse i përgjismon, e rëndësishme është të vazhdosh pak. La tatruk al-Quran, mos e le fjalën e Allahut azza wa jall. Ihris ala salati al-jamaa, kujdesu për namazet e në veçanti namazet me xhamat. Sum min an-nawafil, mundohu që të agjerosh pra mrena vitit edhe prej nafileve, për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall, veprat më të mira te Allahu dhe më të dashura janë ata që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Për së fundit të nderuar vëllezër, lejse sha'nu an tusalli fi Ramadan faqat, nuk ka çështje që të adhurosh Allahun vetëm në Ramazan, wa lejse sha'nu an tabki fi Ramadan faqat, nuk ka çështje vetëm që të lutojmë vetëm në Ramazan, bali sha'nu an tathbuta ba'da Ramadan, por çështja është të qëndrosh pra zemra jote në iman dhe pra gjatë gjithë vitit. Alamatul qabuli an yuftaha laka babu at-ta'a ba'da Ramadan, shenjë pra se Allahu azza wa jall të ka pranuar është që ti je i mirë dhe adhurues edhe pas Ramazanit, ndërsa shenjë që Allahu subhanahu wa ta'ala ndoshta nuk ta ka pranuar veprën është kur njeriu pas Ramazanit iyadhan billah kthehet apo guton me një gjendje shumë të keqe. Pra lutim Allahun azza wa jall an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأن تجعلنا من المقبولين وأن يثبتنا على الطاعة بعد رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.